Përshëndetje për të gjithë ju podemekasta. Kësaj radhe nuk du shumë me prezentu mysafirën tonë sa ajo na nderon, përveç me prezentën e vet edhe me emrin e saj, po si gjithmonë krah temin të gjatë është Pashtrik mirë se gjetëm mysafirën tonë. Mirë se gjetëm mysafirën tonë, shkëlzan. Mirë se na erdhe Nerimane Kamberi. Mirë se ju gjeta, mirë se më gjetët, se pa ta hupte kon preshe. Na jemi mësu më të pa ma shpesh ty në Preshëv, kohë të fundit për shoh mi rrallë. A është faji te na, a qëtër kund? Ose mos ta lyp mi faji torin, po dojmë me bo një zgjidhje, a kemi më të pa ma shpesh? Gjithmonë është vendlindja ime, kështu që gjithmonë vi me qef edhe me dëshirë, sigurisht ka ndryshuar rrethonat prej se si kemi prind, edhe pse është vëlla motrat dhe kemi gjithmonë një arsye me marrë në Preshëv, po sigurisht edhe obligimet shumta që kam marrë vitet e fundit në fakultet, në vend institucione tjera ku jam, është kjo arsye, po Preshëv gjithmonë vi, spaku me mend këtu jam. Mirë shumë, spaku nuk na harron, na mendja spaku nuk na harron. Kur? Kur po vjen këtu, apo plotësohesh? Po, sigurisht, janë gjithmonë ato ndjenjat, normalisht janë vendet që janë, domethënë që janë të lidhur me kujtimet e më të mira që mund t'i kemi këtu. Plotësom, sigurisht që kur shkoj jam me plot energji pozitive, po në anën tjetër sigurisht me një nostalgji të kohërave kur ndoshta kur kemi qenë edhe ma të ri, kur ishim ma shumë krejt bashk, edhe pak donjëherë edhe me atë ndjenjen që pikëllimin ndoshta që të rit po shkojnë, që tash mos ta bëj ndoshta edhe dramatike, po zbrazët Preshëva, po që si shumë vende të vogla pendje, po këto janë, domethënë gjithmonë me ndjenjat përzime. Kthena dhe vi. Po edhe me pyet më shumë për Nerimani, për sidomos për gjeneratat e reja, për ata që nuk njohin, edhe pam se përveç që është e Preshëvës Nerimani edhe kalon shumë shpesh kohë edhe prezencë në Preshëv, kjo që i ka shpërbly Prishtina, po e ka shpërbly edhe Franca për punën e saj. Edhe na boni me mendu, shka ka pas kjo lidhje me Francën? Në Belgjikën. Do me thonë, ato që lidhëm edhe me Preshëv, unë kam linë këtu edhe sigurisht që edhe në raste kur prezentona dikun edhe jashtë në kuadër të punës time, edhe shpesh prezentona vi prej Preshëvës, duhet me ja shpjegu që është Lugina, edhe në dokumente shkruan, po edhe rasti që jam shpërbly, do me thonë që përmendëm, jam dekoru me medaljen prej shteti francez, për kontributin tim në frankofoni, në përhapjen e kulturës, letërsisë, gjuhës frenge frankofone, sigurisht që më njerë është biografia ka lindur në Preshëv, edhe ajo është diçka që nuk mund ta shkapësh edhe me dasht, po se s'du, po edhe me dasht, do me thonë, është vendi ku ke linti. Pastaj, do me thonë, unë kam si që din, ndoshta ose nuk e din, baba im ka shku, është ajo gjenerata e viteve 60-ta që kanë emigru, baba ka shku në Belgjik, ku është kërku të punohet, do me thonë, në ndërtimtaria, në për fabrika, edhe kam shku me motrën, edhe ajo ka linë Preshëv. Pastaj ka linë tjerë. Kjo është, do me thonë, ajo historia jonë që na lidh me botën frankofone, edhe po çdo verë ka qenë kështu disi, si me thonë, ëndra sistemit menduarit prindve tanë, çdo verë jemi kthyer në Preshëv, nëse me dojnë Kumanove këtu, do me thonë këto vende që ta njohim vendin tonë, gjuhën tonë, njerëzit e tanë, edhe që na ka mbajt gjithmonë të lidhun me kështu që kur jemi kthyer ne, edhe pse ka qenë shumë e vështirë, po flas ka qenë fund vitet 80-ta, nuk është sikur se është tash. E vendosët më kthy prej Belgjikës me armë këtu në Preshëv.
Po, baba vendosi, normal, fëmijët më të mëdhej që ishim ne të gatshëm për universitet, unë veç që kisha kry 2 vite në Belgjik, ne shkum në Prishtinë, këta tjerë që ishin më të vegjël, ndër të tjera dhe vllau, mbetën Preshev, ku vazhdon shkollën këtu, edhe pastaj në Kosovë. Kështu që kjo është ajo që jeta jonë që lidhet me këtë 2 kultura, 2 gjuha, këto bikulturalizmi, multikulturalizmi që po thoni, që është shumë e pranishëm në jetën tonë, sidomos në jetën time, po flas tash për veti. Shumë prej nesh ose shumë prej njerëzve tanë bojnë çmos me pas një pasaportë evropiane, qoftë Belgjikës ose Francës, edhe me shku me jetu ose me punu në atë pjesë. E tash ti e pas këtë benefit prej 90-ave ose 80-ave me pasaportë Francës ose të Belgjikës, ki pranu me ardhë me jetu me neve këtu, ose në Prishtinë, ose në Preshev. Unë tash vetëm do një rast të thëna ekstrem, si që ka qenë lufta, po edhe në luft nuk jam largu, në kuptimin nuk jam largu shumë prej kësaj hapësire, një kohë të shkurt në Prishtinë, pastaj në Maqedoni, se kom dosht me përcjell nga afër historinë e popullit tonë, edhe nuk, po mendoj që s'kisha mujt me përjetu që she kam përjetu me gjithë dhimbjet e tjera, po nga Brukseli, Parisi, apo si që kanë shku njerëz edhe në Kanadë, kam dashur me qenë shumë afër, sepse vërtet kur jemi kthy prej Belgjikës këtu, kretat të poshtën që e ka marrë Jugoslavia, atëhershëm e kemi përjetu vetë bashk. Kom përjetu, kom qenë e helmume, kom qenë përfatsu. Po, kom qenë përfatsuese studentëve prej sallës nitetore në grevë, në terminator të kom shku, do me thonë, në minjera të atjerë. Kështu që vërtet kom qenë pjesë aktive, pastaj kom përcjell pajtimin e gjaçeve, kom punu shumë në teren, kështu që vazhdimisht, do me thonë, kom qenë ashtu në zjarë, nise s'kom qenë UÇK, po shumë afër në teren, e këtore, si gazetare, si përkthyse e tjerë, edhe nuk e kisha mendu. Kështu që tashmo që jemi rahatu, themi, që jemi stabilizu, që edhe vetë jemi stabilizu, edhe me profesion, edhe kom kriju një farë komoditeti në jetë, me qoftë kulturor, qoftë financiar e tjerë, nuk do të mundja. Nështë kom pas mundësi edhe me shku në diplomaci, edhe me ndryshu diçka në jetën tonë, se normal nuk është një vendim personal që do ta merja, por kështu që besoj që sot nuk do ta merja çfarë do vendimi për mu largu. Normal tash unë nuk jetoj në Preshev, ndoshta kjo tjetër do t'ishte edhe situatë tjetër. Po vërtet Prishtinë, për mu Prishtina mi ka ofru, megjithse mi ka ofru kështu një tabak të argjentit, sepse çdo gjë është dashur me fitu, mos ta përdori fjalën luftë, se s'kom luftu. Po me punë, po tash që i kom arrit ato që kom shpresu, edhe po shpresoj disa arritje tjera, kryesisht letrare, po flas se nuk jam që i ndroj poste këtu, politika s'm ka interesu si fenomen, edhe ndoshta si gazetare, edhe duhet, sepse jemi qytetarë, po jo për shembull të hy në gara politike tje, kështu që jo, nuk do ta mendoja. Përveç po flas raste ekstreme që do të detyronin me u largu siç janë. Po. Kemi pas rastin edhe para viteve 2000. Po. Ç'është dita ose ç'është koha apo ç'është jeta me një fotograf? Se prita këtë pyetje. Është mas pari është me ndo historirat përbashkëta të terenit, të luft, një pasion, sepse sigurisht fotografi e ka pasion, po unë pasionin e vetë ma ka ngjit që thëni. Ka ngjitse do me thonë fotografia. Po është ngjitse, arti është ngjitse. Edhe pashik i ka njerë fotografon, për që ato potut në puma kujdes. është mirë me pas kujdes. është ngjitse, po sigurisht kemi historit përbashkëta të luftës në teren, po edhe në kampe. Sigurisht edhe shpesh edhe falenderoj më pyet se syni yt është tjetër, edhe pse ai sigurisht teknikën e ka. Po
nuk është gjithmonë lehtë se e ka aty për atë inspirimin, po mund ta pyesësh edhe atë se ç'ish është jeta me një shkrimtare apo poete, secili e ka botën e vet, të cilën duhet t'ja respektosh sigurisht, por ajo është darja e një pasioni, e në kultura arti janë gjithmonë diçka që thash edhe ngjitse, po edhe pasuruese, të pasuron shumë. Edhe për i fillimit, unë edhe kur tu ftoj jashtë mundona shpesh, ose një muze, ose një ekspozitë fotografive, edhe kur jam kthy prej udhëtimeve, gjithmonë i kam sjell edhe burrit libra me fotografi. Unë e dishta më kthy pak më herët se fotografi, për shkak se tha që keni qenë në Belgjik edhe për një moment e ka vendosur domethënë babai juaj për me ardhur në Preshevë. Qysh e pritet ju këtë vendim edhe qysh ju vike si studente, domethënë atje 2 vite, jeni familiarizuar ose e keni marrë kulturën atje dhe jeni mësuar me atë kulturë. Si ardh kjo? Vërtet, tash kur ta shikoj retrospektivisht, nuk është lehtë, apo retroaktivisht nuk ka qenë lehtë, edhe pse na jemi rrit në atë frym, nuk ka disi baba e ka pas pak si atë formulën që përdorin fetar që je përkohshëm këtë dynja që thonë baba im gjithmonë na ka thonë jeni përkohësisht në Belgjik. Kur do me thonë mos e konsideroni si vendin e juve dhe që keni menet këtu. Edhe disi jemi formatu ashtu që kemi formatizu që kemi më kthy një ditë. Edhe kjo disi ndoshta edhe përgatitja çdo verë që na ka sjell këtu. A keni pas edhe pasi që keni ardhur në Preshevë mbështetjen e familjes edhe babait kur që pritën mahalla, kushit, keni pas sfida të ndryshme. Po, na kam prit shumë mirë se edhe gjatë verës që thash gjithmonë ata na thonë jeni rrit jashtë, jeni komplet një mentalitet tjetër, një kulturë kur edhe kemi qenë ndoshta më të shkolluar se disa nga rrethina, nga rrethi, nga familjarët e këtu, po kur nuk jemi dalluar. Do me thonë jemi shkri në atë peizazh, në atë dekor, edhe kemi qenë një familje, edhe këto gjithmonë na i kanë çmuar, edhe na kanë prit ashtu siç kemi qenë, pa para gjykime, po edhe ne kemi qenë shumë të respektueshme edhe të kulturës, edhe të traditave, të adeteve, këto jemi përzia është darsëm, është vdekje, është vdekje. Edhe vazhdojmë ashtu, unë ashtu edhe sot, funksionoj në atë mënyrë, darsëm, vdekje, është vdekje, jam shumë tradicionale në këtë aspekt, se jemi rrit në atë frymë, edhe kështu që kur jemi kthy këtu nuk ka qenë ndonjë befasi, ndoshta e kemi pa nën vetëdijshëm, kalon megjithatë disa pasoja ose disa pendime ndoshta ose do një pyetje ndoshta ma mirë kishte qenë me pas ndejt atje, ndoshta kishme arrit diçka tjetër, ajo padyshim se nuk mund shiko, unë kur shoh sot të ri që po provojnë më kthy në Kosovë, them që nuk dallon shumë i riu i sotëm që është rrit atje me triun që ose me djalin tim që është rrit, nuk dallon, e njëjta muzikë, sot do kemi globalizim, njëjtat veshja, njëjtat patika, njëjtat marka, njëjtat referenca muzikore, njëjtat influencera, gati jemi njëjtë. Normal Prishtina nuk është Zyrihu, as nuk është Brukseli, flasim aspektën urban apo në infrastrukturë, po ato janë, edhe e ka sigurisht ma lehtë, plus e kanë anglishtën si gjuhë përbashkë, kur kemi ardhur ne ka qenë 2 bota krejtësisht të ndryshme, edhe te fakti, edhe pse ne jemi rrit në një familje, ka qenë një mini Preshevë të familja jonë, do me thonë baba na ka, Shqipja ka qenë gjithçysh e detyrueshme në shtëpi, e ke festu çdo festë bashk, kemi pas familje, dajallar që kanë ardhur na ka vizitu, kemi qit çaj, kemi pi çaj, tani kemi shkuj, kemi bë detyrat. A shkoshtesh në bilaç? Kur kemi ardhur, po, Të kështu te dajt, ama edhe në Belgjik e kemi kultivu këtë që jemi këto, që dajt janë atje, edhe po megjithatë një pjesë e madhe të jetës tonë ka qenë shkollë, ka qenë me shoqni belge, të cilat ende i kemi, ka qenë me një mentalitet krejt ndryshe. Edhe kur ke ardhi këtu je dallu shumë, edhe s'ka qenë e lehtë, po ndoshta ka qenë ajo para përgatitja dhe ke vazhdu. Mi kujtove tash te puna shoqnisë belgje.
A kanë ardhur të nërë me ju vizitu këtu? Po, ne kemi një rast që është shumë i veçantë, që është një vajzë që është rritë me ne, e kemi pas njëjtën ndërtesë edhe ajo ka jetu katin e dytë na 3, na kemi qenë 6 fëmijë, ajo 1 fëmijë, edhe ajo është rritë faktikisht, ka bot detyra ose ka ardhi ka bot detyra të ne, dhe qysh atëherë ka ardhë, po tash vjen shpesh, që dhe si vjet vjen Preshevi, një frizerit e Preshevës, Ko ka familarizume. e krejti një edhe vjen Kosovë, do me thonë gjithë bojmë kështu qeshim dhe më është motra e 6, se vërtet ajo është ushqy me ato tradite, kemi mësu kur bëjshmi spektaklin shpi me valle të Preshevës, ose me valle popullore, gjithmonë na vyk edhe ajo. Më konë rolin e... Po, edhe ma se kishme veç një djalë, vlaon, ato e bëshmi djalë, kështu që na vyshim valltar. Kështu një me, po, ajo kryesisht, po, për ndryshe edhe tash që kemi një që do të na vjen, ato tjerë ndoshta marrall, po gjithsesi ne vazhdojmë të kemi kontakt edhe kur të shkojmë atje i takojmë. Po ndihen mirë, po kalojnë mirë. Po kanë qef me ardha pet? Po, se mas pari është një kulturë ku t'ja respekton tjetrin, ja respekton kulturën, që kur vjen, ai nuk vjen i huji, po tham i huji që vjen me një mendim të mirë, vjen me respekt kësaj kulture, kësaj gjuhet, këtij besimit, gjithçka nuk vjen me një paragjykim, dhe normal vjen edhe pak me atë sjelljen e turistit. Tash tjetër është t'jesh turist një vend, tjetër është t'jetojsh aty, po ata i kanë shumë mirë ndonë me këto dy. Po, varësisht angazhimeve dhe punës që e bën në universitet edhe në për institucionet ndryshme të Republikës Kosovës, atë bie me udhëtu hiç. Po, mbie me udhëtu, edhe unë e mendoj tash t'jem shumë i sinqert, që edhe kjo ma ka mundësu që unë ma let tash mos ta bëj diçka si shumë tragjike apo të vështirë, që t'jetoj në Kosovë edhe sidomos në kohërat e vështira, po edhe mas luftës, se s'ka qenë gjithmonë lehtë, fakti kam nevojë her pas herë dal, t'i mbushi bateritë, të marr frymë në ajër tjetër në vërtet, të shoh diçka edhe të kthehem. Ajo që për ato edhe thosha që nuk kisha shku jashtë, se më bjen gjatë vitit, edhe gjatë punë, po edhe privatisht të dal prej Kosove, të dal do me thonë prej kësaj hapësire, 2-3 ditë, një javë, të shoh diçka tjetër, vizitoj, të këmbej me kolegë apo tjerë, që javën e ardhshme janë qershor shkojnë në Gjeorgji, në kuadër do me thonë si shoqatës profesorëve të frëngjishtës, ku takoj kolegë, ku mësoj diçka të re, Belgjik, me Francë sigurisht të mbje pak ma shpesh, edhe po, ajo gjithsesi kam nevojë, ma shumë se kam dëshirë, është një nevojë. Gjatë punimit doktoratës, po besoj ki vërejt edhe ki mujt me hulumtu ma konkretisht si është marrëdhënia e lexuesit francez ose frankofon me letërsinë tonë, konkretisht me Kadaren, me personalitetet. Çka ki mujt me vërejt ose çka ata i ka tërheqë ma shumë të na? Është interesant, do me thonë tash e dim gjithë se Kadare është shkrimtari që është plasu që është përkthy në shumti në botë. Nuk është që s'ka pas më herët para ti, po shumë pak, Fajkonica, Migjeni, Vasopasha, etc. Po Kadare është vërtet shkrimtari që e ka bo të njohur dhe Shqipërinë edhe historinë e Shqipërisë edhe ka letërsinë shqipe. Dhe është marrëdhënia me Francë shumë e veçantë, sidomos të me thonë, Franca është vendi i parë perëndimor, se më herët është përkthy edhe botu edhe në Bullgari, po Franca është vendi i parë perëndimor ku është botu Kadare, jo përkthy, se përkthy i ka qenë i përkthy në Shqipëri, ka shku veç i përkthy, madje edhe përkthysit emrin e ka pas ndaluar 10 vjet nuk ka figuru, se ka qenë Jusuf Vrioni, i biri një familje bejlerëve. Vrianët. Po, Vrianët e mëdhaj dhe Jusuf Vrioni kur u kthy si student, si ju që jeni këtu, kur është kthy edhe ka formu Partinë Liberale në Shqipëri edhe është kthy si një bir
Bejleri, ai me njëherë ka përfundu në burg edhe ka bu gati 10 vjet burg, vetëm do me thonë që ka qenë një familje bejlerësh, gjithë pasuria ju ka konfisku. Pastaj pikrisht në tekst, në përkthimet, në romanet e Kadaris që i ka përkthy nuk figuron sepse ka qenë një deklasum. Edhe është shumë interesant se vetë Vrioni ka jetu në Francë edhe ka pas babën diplomat, ka bo jetë aristokrati atje dhe historia e vetë është një histori vetë, është roman vetë, madje e ka shënu në një libër memoarësh, kujtimesh. Dhe Kadareja është lexu ndryshe, pastaj prej Francës është përkthy edhe në Angli, po përkthy prej frëngjishtës. Kadareja më vonë është përkthy nga shqipja në anglisht. Dhe Franca e ka prit vërtet si një shkrimtar të madh dhe kritika e ka përcjell prej fillimit me generalin e ushtrisë së vdekur për 1970-s, por gjithmonë ka pas një ambiguitet te receptimi i Kadares. Qysh Kadare po shkruan kundër regjimit, brenda regjimit, kur e dim se qysh kanë psu të tjerë shkrimtarë, piktarë të tjerë. Kështu që edhe pozita e tij të shkrimtarit zyrtar apo shkrimtarit kombëtar, ajo ka qenë shumë misterioze, themi, apo paradoksale, edhe vetë Kadareja Enver Hoxha më ka shpëtu për Enver Hoxhës, që është edhe aty le shumë me mendu. Po do me thonë, Franca e ka prit mas pari si shkrimtar të madh, me një talent të madh, që ka përshkru traditët, vendin, që i ka rujt baladën, për shembull, te Roza Faja, çështja e besës, te kush e solli doruntinën, te stili i tij modern, mos të harrojmë që në atë kohë është dashur me shkruaj sipas kanoneve të realizmit socialist. Kadare shkruan absolutisht në të kundërtën. Është kundër realizmit socialist, është shumë modern për kohën e tij, sidomos do me thonë jo koha historike apo po sidomos në kohën e komunizmit. Edhe francez vazhdojnë, do me thonë, edhe nga ky pasion, nga ky admirim për veprën e tij, kanë lind studius apo që po i quaj kaderolog të mëdhaj që e kanë përcjell veprën e tij. Çka janë simbolet cilat më shumë janë nëpër librat e Kadares, edhe a kanë mundën për shembull lexuesit francez ti kuptojnë këto simbolika që ai përshkruan në librat e tij? Po, për shembull, varësisht tash prej lexuesve, veprat kryesore, normal është generali i ushtrisë vdekur, do me thonë që herët cilësojnë si roman kundër luftës, normal, si roman për luftën, që i shohin simbolet e të huajve, sepse kanë qenë të ndaluar në Shqipëri, fakti që ai sjell një prift italian, një prift edhe një general italian, është çështja, do me thonë, pikrisht që kanë hyrë të huajt, po pastaj ndër veprat kryesore, kronika në gur, vepra, do me thonë, autobiografike e Kadares, shohin edhe gjithashtu përshkrimin e një qyteti që është pushtu, por varësisht, po mbi të gjitha është pallati i ëndrave që shkruhet, do me thonë, fund të 80-tave, edhe aty ku është absolutisht, do me thonë, alegoria e sistemit totalitar që arrin, do me thonë, sistemi dhe ëndrat me t'i kontrollu, edhe ajo, ato që e thash më herët, është kulmi i pikpyetjes, do me thonë, se si ja ka dalë ai kaq bindshëm, se madje edhe vetë Kadare thotë tu e lexu pallatin e ëndrave, kum po që kum përshkruan në Tiranën e paska pas nënvedishëm, edhe qysh arrin ai megjithatë, pra me kritiku regjimin kaq haptazi, se në vepra tjera është në mes rreshtave, dhe kaq haptazi edhe me mbijetu, po ajo dihet. E ka ditë edhe regjimi dhe Enver Hoxha vlerën e shkrimtarit, sidomos me një renome qysh e ka pasur Ismail Kadare. Sa kohë tra me punu si gazetare? Si gazetare, unë do me thonë, ma shumë kom fillu shumë herët, se mos pari edhe kryesisht jam shoqëni një shoqëru në mjedise gazetare, po edhe fakti që kom ligju të huja, qysh kur kam ardha në fund të 10-tave, edhe me njerë kom fillu me media të huja, me punu edhe si përkthyse, edhe si fiksere, do me thonë. Për cilat mediat më të njohura që ki punu, që i kishmi dija dhe nanë është, ose që i dim? E para, sigurisht është New York Times, kom punu me New York Times në atë kohë, edhe mbajnë mend kemi punu në Pudujev atëherë, po pastaj do me thonë nuk ka media për cilën
pastaj sigurisht me frankofont kryesisht, zviceran, francez, belgt, kanadez dhe tjerë, po edhe me media, qoftë media të shkruar, qoftë televizive, qoftë radio, që për mua është një përvojë shumë interesant, se secili është ndryshe, edhe secila shkollë është ndryshe, anglezët janë ndryshe, amerikanët, francezët, qoftë nga aspekti etik, qoftë nga aspekti i punës, çka kanë kërku, pastaj edhe në varësisht në çfarë kohë, në 90-ta, ose në luftë, ose pas luftës, edhe pas lufte, ka qenë shumë interesant me pas se si rindërtohet një vend, marrëdhëniet serb-shqiptar, ka pas situata ndonjëherë komike, ka pas situata ndonjëherë të rrezikshme, po e pastaj domethënë e kam mësuar të rën profesionin e gazetarës, edhe shpesh edhe me media, domethënë kam shku për përkthimet, ja kam propozu temën, ja kam propozu personalitetet që do t'i takojmë, që do t'i intervistojmë, vendet ku kemi me shku, ndonjëherë domethënë periode e kam bo krejt vetë subjektin. Sa janë të përafërta diplomacia me gazetarinë, mediat? Nuk janë hiç të përafërta. Nuk janë përafërta sepse diplomacia, siç e thotë, nën kuptohet diplomacia, duhesh të ecësh këtu në vezë, adin kesh kujdes, se mas pari e përfaqëson vendin tënd, edhe gazetari përfaqëson, po gazetari e ka të vërtetën, aktualitetin ta tregoj me sa ma shumë besnikëri, me sa ma shumë që thash, me sa ma shumë faktet janë rëndësishëm. Gazetarit nuk I intereson a thejet diçka jo, ai vetëm ecë mbi to. Po, ai ecë mbi to, ai duhet më kujdes sa ma shumë për lajme të rreme, fake newset, shkon e vërteta në vend, të tregohet çka po ndodh, për shembull, unë kam marrë një masterclass me student pikërisht për lajmet apo fake news që po I thon, se si duhet, domethënë, me gjetë lajmin, me vërtetu lajmin, si duhet ta citosh dikant, se ti unë po shoh tash për klikime, se si citohen tituja të mërshme, se ti veç për klikim edhe citon diçka që shpesh e shtrembron komplet. Diçka. Po, se ti qëllimi është që të fitosh klikime, në anën tjetër ti ja ke shtremu mendimin ose komplet I ke dhënë një kahje tjetër. Kështu që te gazetaria është janë shumë parime, te secili profesion është ajo etika profesionale që kemi respektu, te diplomacia janë, domethënë, ndonjëherë edhe janë sfida të mëdha që mundet me shti një vend luftë, ose përkundrazi janë me nxjerr prej lufte, janë konventa të mëdha mbrapa, konventa ndërkombëtare që do t'i respektosh, neve na bie edhe familjarisht, tash po flas veç emën Nerimanit, na bie edhe me taku shumë shpesh diplomat frankofon, cili belg, na mas pari edhe me shtetësi që jemi, po edhe në aktivitete me francez, me anglez, është domethënë një botë në vete, edhe ku e din kufinin e vet, po edhe ku e din sa fuqi ka, sigurisht diplomati amerikan është tjetër kalibër. Pasi që I puni krejta këto udhëtime, vizita, gazetaria, diplomacia, shpe gjeni kohën për me shkru, për mja kushtu poezisë. Shumë pak po gjej kohë, edhe shpesh po them, kjo po më frustron pa mas, edhe një femën e frustrume është e rrezikshme. Jo, se është sigurisht definitivisht është ajo që du mas shumë t'i shkruaj, po e kom gjetë ashtë them një mundësi pak ta zbus që të farë ndjenjën e pa mundësis, mos them pa aftësis, është që po shkruaj artikuj, reportazhe për këtë median frankofone Le Courrier des Balkans, edhe ajo pak vërtet po ma ndihmon atë ndjenjen me zbut, të vërtet të frustrimit që thash, po lexoj edhe po ndëgjoj pikrisht edhe podcast, edhe emisione, edhe normal. Edhe muzikë. Po edhe intervista me gazetar, me shkrimtar, si shkruajmë, pse shkruajnë, kryesisht normal edhe frëngjisht, është nëse mund të themi një fjalë përbashkë që e thonë gjithë është koha mund dalë edhe për shembull më herët që isha në orë letrare spjegova shumë librin e
fundit, po tham për tritur, se të fundit e kam bërë një libër për fëmijë, po librin e fundit që shit, tregimet, e kam shkruar gjatë pandemisë, do me thonë kur u ndal bota, po kur ju ndal edhe unë, edhe kam qëndru 3 muaj, do me thonë. Apo ndoshta ajo pjesa kur i ta ka dhënë pandemia atë kohën për me shkru. Ma ka dhënë kohën, tash mos art, për kohën let ma jep dikush diqysh. Po, kemi ndej 3 muaj në katunt, ma shumë do shta edhe 3 muaj ku e kemi shpin, edhe do me thonë hapësirë kufizume, o bërë shpi, s'kom pas as një aktivitet, as një obligim, sim kom majtë online, edhe e tregova ma herët ka fillu me një sfida, po që po thonë trit me challenge, më ka challenge-u një shoki jon, Halil Matoshi, sigurisht e njini, edhe më ka challenge-u në Facebook të bashkëshortit tim, që tham Hazireka, fotografi, edhe e sfidoj Nerimanin edhe disa persona ta shkruajnë një tregim për pandemi. Edhe ai nati shqiptarës, edhe sigurisht ajo dëshira për me shkru, e kom marrë si sfid, edhe e kom shkru tregimin e parë. Që lidhet me Preshev, që ato deshta me thonë edhe, do shta edhe aty deshta me e dorë. Mirë që ta pas ka bu publikisht, se me të paston vetis si shkon interesant, nësë nuk kish frymzu me shkru. Nuk e di, ndoshta, unë vetë nuk e kom pas, se tash nuk kam Facebook, po kur tha ta sfidoj edhe duket që aty ajo susta, që me mzi kish prit me shty, padin, shtype, edhe kom fillu, një motiv, edhe modhez motorin, po sigurisht ajo koha që mu ka dhonë, edhe fakti që kemi qenë mbyll, unë e jo më hapë me botë, kam lexu shumë në atë kohë, që ka po ndodh në botë, më ka intrigu, një tregim është për shembull se tregimet janë herë Preshev, Prishtinë, New York, Paris, se janë gjithë udhëtimet që i kom bo me mend, edhe me çka kom lexu, për shembull më ka tmeru një rast kur në Francë një plak nuk e ka ditë që ka pandemi, se ka qenë vetmum, edhe ajo do me thonë tematikat vetmis, tematikat vdekjes, frikës, dashurisë, të ardhmës, krejt këto tematika përmes pandemisë, do me thonë 16 tregimet janë lidhën me pandemi. Fillojnë me qatë 40 ditë, që kom lidh, do me thonë që ka qenë përgjigja ndaj sfidës, po që kom lidh kur me Preshev, me nanën time dhe unë kur jam bo vetë nanë, përfundon me tregimin kur jam smu vetë pre virusit, edhe të me thonë ka qenë ai luksi që e kom pas, edhe që po e dëgjoj të shkrimtar, njohër ma pak të njohër, që dush mundal, se jo vetëm me kohë, po dush edhe trunin ta bëjsh pak off, se tash ti kur ulesh e mendon ta shkruaj një email, ti përgjigj në një mesazhit, shkoj në mbledhje, ta jap mësimin, ta lexoj romanin e fundit për mësim, ta lexoj një temë masteri. Jo. Te poezi, çka ju frymëzon më shumë, se për shembull mundni me udhëtu shumë, po nuk mundet më ardha frymëzimi i duhur apo ajo nga brenda. Poezia, unë shkruaj shumë shkurt, nuk di me shkruaj gjatë, ndoshta flas gjatë, po shkruaj shkurt, ndoshta s'mundesh dyat. Janë poezi kryesisht të shkurta, edhe po pak si tregimi, janë kështu me një përfundim ma brutal, kështu për njerë. Natyra sigurisht, po jo si poezi romantike, nuk jam romantike as pak në poezi, ndoshta as njët, po në poezi nuk jam. Kohët fundit, do me thonë 3-4 vitet e fundit, sigurisht që vdekja prindve tonë, sidomos do me thonë nanës mama moti, ato kanë qenë frymëzimet, sot madje e kanë publiku një. Në cilën zhanër ndihesh, do me thonë këtë rast ma rahat me shkru për ta? Poezi bashkohore, do ta thom, do me thonë poezi me vargjet lira, nuk ka, do me thonë... A kanë rrëfim, a kanë ngjarje ato? Poezit ato. Kanë më shumë ndjenja, po e përzi për shembull me elementet qytetit, pastaj një ndët para fundit është kur ka shku djali im në Gjermani, e lidhi me mahallën tonë, me kafet ku shkojmë, janë momente që i ndaj, do me thonë, është një poezi shumë intime, shumë private, shumë personale të them, shumë e lokalizume në një vend, për shembull, do shta të përkthehet ajo frëngjisht te Pariziani, duhet t'i ketë referencat
që filan kafja ku shkojmë ne, po do me thonë janë kryesisht ato ndjenjat personale, jo është një poezi shumë personale, edhe lidhet me njerëz, edhe lidhet me vendet ku jam, edhe kjo do me thonë, kjo është lloji, po është sigurisht natyra është shumë e pranishme, koha që kalon, do tematikat universale. Kur shkruna, mendoni lexuesin? Jo, kur? Se a thu lexuesja e kuptoj? Jo, nuk mërzit na më kupton. Një kuptimin kur e shkruaj, se edhe vet jam lexuese, tash ti kur ke tepër kujdes kur të shkruash çu ka më pranu lexuesi, çu ka më lexu, çka më kuptu, atëherë nuk je shumë origjinale, nuk je shumë e lirë në shkrimin tënd. Fizuar me një farë. Po, edhe i vë vetes ose i bën autocenzurë ose i vë kufi. Po lexuesi është ai që do ta kupton në mënyrën e vet. Si folëm më herët për Kadaren, lexuesi francez e kupton tjetër sepse ka të bëjë me një histori tjetër, komunizmin, Francë, socializmi. Amerikani e lexon ndryshe, Kadaren japoneze e lexon, te kritika letrare janë këto leximet. Edhe e lexon ndryshe ai lexuesi viteve 70-ta, kur ka qenë, po flas për komunizëm, e lexon ndryshe sot një i ri që do ta lexon te Kadaren, ai sheh të njëjtat gjëra. Kështu që në kohën hapësirë është receptimi një vepër është ndryshe. Edhe te unë për shembull, e shoh për shembull ky libri për cilën fola, Tregimet Qërshit, fatmirësisht do me thonë ka dalë 2 gjuhë me frëngjisht, edhe lexues francez që e kanë lexu, e kanë pranu shumë mirë, e kanë pëlqy, edhe e kanë plus që thash është pak ma kosmopolit, nuk është i përqendruar vetëm në Preshevë, në Kosovë e tjerë, kështu që edhe ka qenë një receptim shumë i mirë. Po jo, nuk shkruaj kur për lexuesin, shkruaj vërtet jam shumë egocentrike dhe egoiste në këtë rast, shkruaj për veti. Shkruan ato që e ndjen. Kam diçka me thonë, du ta them e qes në letër, nëse e qes në kompjuter. Edhe kompjuteri shumë po duron, duket. Shumë po duron. Ju gjuhën frenge e dini dhe kur shkruani shqip. Po në gjuhë frenge ju ka ra me shkru, ose a ju bje me shkru në dënë gjuhë të huj që ju për një moment mund një mundi në një gjuhë të huj? Po, unë gjithmonë kam funksionu me shumë gjuhë, që thash, dhe me thonë, fillim vitet e para ju mri turqisht, prej nanës Bilaqit, fëmija i parë, pastaj shqipja sigurisht, në 3 vjet më shku në qerë dhe në Belgjik, me frëngjisht, edhe sot, të me thonë, vazhdoj të lundroj kështu me gjuhë, anglishtën e kam pa tjetër, edhe në punime shkencore, po edhe në takime, konferenca, frëngjisht shkruj vazhdimisht edhe punime, po shkruj edhe në gazetari, gjitha artikujt edhe librin që ja usolla janë në frëngjisht aty, se është gjuha e medjes. Egzofshi. Edhe shqip. Apo na sjellni librën që na pruni dhuratë, ta kemi këtu në tavolinë, se kujtojnë që na ka veç na ki përmend, po jo, ne kemi këtë. Po, që ta kemi kjo. Është libri Hotel Grandi dhe reportazhe tjera. Është ilustruar pikërisht edhe me fotografi të Hazirit, pra bashkëshortit tim. Edhe këtu shkruaj frëngjisht. Pastaj është përkthy nga vëllau im edhe nga motra. Ato reportazhet, artikuj, për shembull një ndërta është historia e Hotel Grandit ndër vite, si që ka qenë hotel. A ma shumë e frymëzoni ju të shoqen e juve, apo a juve me fotografi që i bën? Se, për shembull, fotografia është mjaft. Foto që i bën të mu, do me thonë si muza e ti, e frymëzoj jonë për duke. Jo, kam shumë edhe kështu shumë pak privatisht të ndoj, po më ka thonë një ditë do të bëj një ekspozit me foto tua, thash e ndalume, thash ajo është ndalume, ajo paleje, se nuk të besoj njerës, se jam mësu, do me thonë me foto fatkeqësisht historisë Kosovës, të vdekurve, të protestave tjera, e ka e dini ndoshta fotografinë famshme të zotit Fajik Rexhepi prej Preshevës, që o bo fotografi ikonike. Po pastaj tash. A ka do një fotografi pa publikume? Shumë ka pa publikume, po edhe do me thonë tash kryesisht tash edhe po merret edhe shumë me foto të natyrës, më duket është një mënyrë edhe për ato
rikuperimit, rehabilitimit, këto që po thonë në PTSD. Edhe ajo, po tash besoj që mas shumë vite të vërtet dikur keme frymësu njëri tjetrin. Kur e përmendëm këtë rehabilitimin, diçka më kujtu, ndoshta të ka ra me pas e me dëgju me lexu sidomos te francez, te Evropa, këtë bibliotekoterapia. Biblioterapinë. Po, ajo është bo, tash mos them një mod, po është pasi shumë e nevojshme edhe për t'i kthy njerëzit te librat, po edhe për të parë, do me thonë, një mundësi rehabilitimi për çfarë do gjendjen, apo flasim për raste ekstreme siç ka qenë lufta, folëm normal bashkëshortim, përveç luftës Kosovë ka qenë edhe në Irak, edhe aty, do me thonë, ndoshta e ka fitu edhe ma shumë atë PTSD-n, sepse ju ka bombardu hoteli, edhe me mzi ka shpëtu, është kthy, do me thonë, në gjendje traumatike në Kosovë, po biblioterapi ka të bëjë edhe me, mos themi gjithmonë veç trauma, po që mund t'i hasim jetë edhe i rast i jashtë luftës, sepse këta psikologët e psikiatrët e spjegojnë ma shumë për fëmijërisë tonë, jemi ata që stresojmë, edhe e vrejnë, unë vrej, është një rast shumë i thjeshtë që kom mendu, sepse kom spjegu gjithmonë si një moment komik, kur ka fillu bombardimet në Prishtinë, edhe unë kom qenë si krejt ndoko tu e këqyr televizorin, tu i prit aeroplanet që vinin prej Avianos. Edhe më ka thirrë një gazetar, pikrisht që folëm për gazetari, edhe më thret edhe më ja përshkru atmosferën, qysh është, edhe normal, themi, po kemi frikë se na e dinim se sa do ta pagujmë atë çmim të çlirimit, edhe po në anën tjetër ishim euforik se po çlirohemi. Edhe moment po flas me të, edhe sa më kujtohet tash, ai ka qenë prej Kanadë, edhe fillojnë tash sirenat që i kishmin dëgju veç në për filma, sirenat që po bombardohet qyteti jot. Edhe unë, do me thonë, banes jetoj në Dardani, jam shumë afër të kazernës Adem Jasharit, tash që e quajmë kazernat e dini, keni parasysh, të rrethe atje për Mitrovic, edhe fillon edhe unë i thom fillun sirenat, edhe ai moment e ka nal telefonin, do me thonë, u shoku edhe vetë, po unë tregojsha kështu pak si komike, se pastaj ka pas edhe rast kur është bombardu kazerna Adem Jasharit, që unë vërtet e kom shpinë 300 metra, unë kam qenë gjumë thellë, edhe ka thirrë një gazetar se ka marrë raport prej NATO-s që është bombardu, edhe bashkëshortim edhe unë i thash më fal, kom qenë gjumë, ai smuj keme paramendu të bombardohet qytetit i flet. 300 metra më tash. Plus mi thonë që 300 metra, po do me thonë sepse ish mënyra ai mekanizmi. Edhe unë e kisha haru, e kom shtresu brenda vete. Vitin e kalum, gjatë një udhtimi isha në Francë, edhe shkova në memorialin e luftës dytë botërore, edhe muzeun e kishin ndërtu atill që kur kalova një korridor, filloi sirena e luftës dytë botërore. Edhe veç ja kom fillu me bërtit, i kom mbyll vesht, edhe do me thonë e parë që ato që e kisha shtresu që mu kish dogë si një moment komiko-tragjik, edhe doli kështu në sipërfaqe. Kështu që biblioterapia, para se gjithë leximi mas pari është një mënyrë me ik prej këtij realitetin, varësisht normal se çka lexon, me ik prej kësaj këtij ambienti plot ankth që kemi vazhdimisht, me çka po ndodh atje, çka po ndodh këtu, tash mos harrojmë që jemi në një kohë që jemi të bombarduar tash kjo në mënyrë ma fiktive, po jemi bombarduar me informacione. Po e përcjellim drejt për drejt luftën në Gaza, luftën në Ukrainë, që s'ka qenë një të mku. Po kjo po na sjell një ankth, të trit, edhe po i shohim gjitha debatët që po i kanë trit, pse me bo fëmijë, pse me bo këto, kur s'ka armëri. E biblioterapia, besoj, unë e pash edhe në Francë, që kish fillu me u bo vërtet një trend, ndoshta po diçka shumë e nevojshme. Sa është interesimi i trive për gjuhën frenge, për studim, për mësim? Nuk është ai që ka qenë, jo vetëm Kosovë, por gjithkohë, po e shoh edhe në takime me profesorë të tjerë, ka ra interesimi se globalizimi. Ju jeni shef e katedrës në fakultetin e gjuhës frenge. Po, më falni. Po ata që vinë vërtet me një dashuri për frëngjishtën, për atë gjuhë, për gjithçka që asocion për kulturë, edhe zakonisht ata e kanë anglishtën
frëngjishtja vjen një plus. Sepse vetëm me frëngjisht do t'ishte pak si mangt. Si e vlerësoni sot letërsinë shqipe? Letërsia shqipe është çdo herë tu pasuru me autor të ri, normal i besim e kemi klasik të tonë, tash normal edhe në studime letrare po bëhet dallimin mes letërsisë shqipe, letërsia e Kosovës në gjuhën shqipe, tash janë këto terme që po përdorin të ndryshë, po është një letërsi, poezia folëm më herët është shumë e pasur, edhe sidomos zëri femror, themi apo shkrimi femror është shumë i pasur, po edhe teatri, edhe proza, fatmirësisht kanë fillu edhe me u përkthy edhe me deportu jashtë, se na nuk mundemi me mbetë që brenda Katundit, brenda Mahallës, është ideja që na të shkojnë përtej. Këto janë normal politika shtetërore, politika të ministrisë, promovime, pjesëmarrja në përpanajire, edhe letërsia shqipe sot vërtet po ofron qoftë këndej, qoftë andej kufirit, unë nuk po e bëj dallimin, e bëjmë dallimin vetëm kur ta studiojmë sigurisht, po problemi është pastaj sa po e promovojmë, se sigurisht kjo shkon edhe bashkë sa ta promovojmë. Çfarë letërsi e bin për shembull sot autorët e ri? Kanë më shumë prirje për të shkruar për të kaluarën me hiperbolizu diçka, apo janë më reale dhe shkruajnë për sfidat e jetës që i kanë, apo për ndonjë si themi diçka për të ardhmen? Po varësisht, unë tash e kam në mendje një kolektimin që ndoshta tash për momentin është shkrimtari më i përkthyem edhe si Brezi është madje edhe më i ri, po flas për Aga Pollonin, i cili po trajton tematikat luftës, edhe sigurisht libri i tij i fundit, Një fije shkreps, një fije shpresë, që merret me dhunimet, është sa po doli në frëngjisht, duket edhe këto ditë ai është në promovim në Paris, sigurisht që tematika e luftës është e pranishme, e kalu, do me thonë nuk është që është vetëm e kufizuar në një temë, po edhe poezia është ato tematika, do me thonë personale, që lidhen me një kalim në një periudhë veçantë në jetës të shkrimtarit, po them për momentin nëse flasim për jashtë teatri, sigurisht i jeton Neziraj që po trajton tema kështu edhe me goxha provokative, në mënyrë shumë provokative, temën e luftës, e pas luftës, Agu që thash që tash më shumë është plasu me këtë temën e luftës, edhe që besoj që do t'jetë një temë që do ta levrojnë çdo herë më shumë se ka nevojë për atë. Dhe një stil më bashkohor, një letërsi bashkohore. Ç'shpe gjykon ose ç'shpe mendon këtë pjesën edhe sa po mund me zaventsu teknologjia ose këto gazetat online krahasu me gazetën e shtypin ditor, vongesën. Kjo është gjithmonë një ndjenjë që nostalgjie që e kam edhe kur të udhtoj jashtë, edhe si të mrish në aeroport i ki dyqanet me revista, me për gazetat përditshme, e kjo që na mungon neve, mas pari si ai kiosku si institucion që ki me marr gazetën, normal tash unë edhe sot të riut mi ja spjegu, nuk e ka ndjenë se ka jetu, ose tash me ja nis me pas nostalgji, se është edhe një term nostalgji për diçka që se ke jetu, po kjo është diçka tjetër. Po në anën tjetër, tregon, tash të marrim anën pozitive, tregon që jemi shumë përpara si botë shqiptare me teknologji, të në çuditëm të rritë sot, sa janë të konektuar, sa janë të hapër, sa bashkëpunojnë me botë, sa nuk janë që s'janë të informuar. Tash atë gazetën që kemi lexuar Lindjen Bujkun, apo këto gazetë Le Monde, New York Times, e zaventsojnë tek ta, sidomos te të rit, po shoh edhe te studentët, zaventsojnë një video TikTok që flet shumë më shumë për shembull se një analizë në New York Times po flasin për luftën në Gaza për shembull, ose për arritje të inteligjencës artificiale, mënyra ndryshme të informimit, edhe që absolutisht nuk na duhet mi pranu, se janë këtu, nuk mundemi mi shpall luftë edhe do t'ishte budallallëk, veç duhet t'i adaptohemi ne, po gjithmonë me atë kujdesin që t'jetë
i riu, i informum, i përgaditën, i trajnum që mi thonë që me pas kujdes ndaj lajmeve që thash më herët treme, ndaj propagandeve, ndaj thirrjeve, ndaj nxitjeve për racizëm e këto, e kjo është shumë problematike. Nuk është aq problem që s'ki më, do me thonë gazeta shkrume dhe po dihet edhe jashtë, mos të harrojmë New York Times, po flasim për Amerikan, po edhe në Francë, kryesisht gazetat janë pronë të pasanikëve të mëdhaj. Edhe ata i orientojnë. Pak i orientojnë, po ato ekzistojnë ashtu, po nesër mos i kanë ato mbyllen. E në Kosovë, do me thonë, nuk kanë qenë ata pronarë, do me thonë, një pronar i pasun që ka thënë, që po ka televizione, që ka thënë, okay, një gazet po e marim, rilindja, po e vazhdojna, po e paguj, edhe ti e pagu një euro ato, një euro macchiato, n'ullësh i lexon lajmet. Ajo ka hup u zhduk, do me thonë, ai imazh njeri që ullet të pi kafe, që e ha sa la jashtë. Po, pse jo? Kjo është trendi. A mund me ndiku kjo pjesë e gazetës për me hek edhe këtë termin gazetari? Se për shembull, na më herët gazetari kena thonë ati që ka shkruar për gazeta, kolumne. Kurse tash po me përdur më shumë për media, për Po tash nuk është që i hekim, po vini shtohen podcaster, pikrisht edhe jo, edhe kjo është një gazetari, tash gazetari nuk është vetëm, është një lloj gazetari, tash që nuk boni hulumtim për shembull, po taftoni një politikan këtu, një farë mënyrë është intervistë gazetareske ajo. Tash tjetër është profili natyra që bëhet. Tash ka mënyra tjera, po edhe në frëngjisht është journalist, journalist anglisht, Zeitschriften, gjermanisht, është prej gazetës që kemi prek edhe termi është aty, tash që nuk ekziston, termi ekziston, po janë mënyra tjera. Nuk ekziston të na, se ti kalo andeti edhe në Graçanisë me shkujki gazetat së vesht. Po i kemi edhe na këto dhe në Tasjan. Okej, shkojnë në Tasjan, blena gazeta, pra. Po besoj kemi me bo shumë shpejt dhe na diçka në këtë drejtim, me një revist, po ndoshta për gazet nuk kemi kapacitete, po pse jo mos më furnizu prej Tiranës, ose prej Shkupit, ose edhe prej Beogradit, për ata që dojnë me lezu atë pjesë me gjithë qef. Po, pa tjetër. Pashiko në peshof që me Nerimanën mumi me vazhdu edhe shumë me bisedu, edhe për plot tema që kemi mendu me plastikin me i përfshi, edhe që po mendoj si me i përfshi me ka një fjali, po nuk e di sa po mrim, se krejt ata që na dëgjojnë në di që na përcjellin me vëmendje, edhe i përshëndesim keq se po jam shumë aktiv, sidomos në rrjetet sociale. Po për shembull na kish interesu marrëdhënia jote me sportin. Me sportin, po. Ato mirë që po ma pyesin, a kjo është veç sa e përfunduma, po muj u përgjigj. Ka fundi jemi këto. Sporti është me rëndësi shumë, ju thash kom pas fatin murit në Belgjik për shumë sende për edukim për to, po sporti në shkollë mas pari ka qenë i detyrueshëm edhe ta ka shti si kultur, 3 orë në javë të obligueshëm, sport me top, sport në sala, not, edhe pastaj kemi vazhdu, ndoshta në mënyra të ndryshme, motra jone ka kry difin e dyta, ka qenë është edhe skiato, krejt jemi skiator, po skiato, ajo sidomos, belgzimi mos flasim kampion edhe në volebol, ka qenë, unë kom lujt një kohë edhe tenis, po tash bëj yoga, tash si pas moshës, duhet pak më rrap. Jo për shtatë edhe disiplinave. Po edhe në katon që shkoj eci shumë, nuk jam asi, nuk bëj hiking se nuk... Në vitë të konduksione në ashte... Jo, nuk është ajo, po sigurisht që edhe fundjavën ja kushtoj edhe familjes e këto, po në katon vrapoj edhe eci. Që jam ta po kalojnë me ty kohë gjatë kësaj kohë? Jam në shqiptare, ato mos to kanë me kalu kohë, po djalin e dytë e kam futboler që thash, edhe skiator shumë të mirë, edhe i madhe është skiator shumë i mirë, kështu që bashkëshorte ja jetë të po foto, ajo fotografon sigurisht juve kur ka që mjafton, po sporti është shumë i rëndësishëm, shumë edhe librin e fundit që kam bë për fëmijë, për tritun, ka të bëj domethënë promovimi i vajzave në sport, 3 kampionët, Majlinda Kelmenti, Kiana Kreziu edhe Uta Ibrahimi, por domethënë në një udhtim se është libër për fundvit, ato nuk janë solla shkollës atje, është për fundvit, domethënë me dekoret të fundvitit,
edhe është një udhëtim nëpër Kosovë me tregu trashëgimin kulturore dhe fetare, do të thonë që kemi katedralen, kishën, xhamiat, teqet e këto, përmes këtyre vajzave. Do të thonë janë dy atë promovimi i sportit. Kështu që sporti është për mua është i domosdoshëm si leximi që është një sport mendor, të dyat i gërshëton. Me thjesht natyrë, me dalë natyrë sa më shumë, sidomos kur jeton në një qytet të mbi ngarkuar si është Prishtina. A keni ndonjë këshill për të rit, për shkrimtarët e rinj, për ata që duhen më marrë me gazetari, për ata që duhen më u kyç me çështjen e diplomacisë, me E para që po e thonë gjithë edhe që po e thonë sidomos këto influenceri, bëni atë që doni. Tash është problemi dhe sa ta gjejmë se çka duam, se çka na pëlqen, ndonjë edhe sidomos i riu ka pak vështirë. Po momentin që bëj atë që do, kudo që t'jesh, edhe gjej mënyrat për t'i realizuar. Tash mos themi me fjali të madhe realizoj ëndra, gjithë kemi ëndra dhe të mëdha ose ma modeste, po bëja ato që do, edhe po pastaj besoj tash nuk them fati, se pikërisht sot mëngjes e kom pas ligjëratën për fatin, letërsi, po ndonjëherë janë rasit, mos them fati, janë rasit. Unë për shembull gazetarin, unë kam studiu për juridik fillimisht, se kam qenë një vajzë plot shumë ideale në Belgjike, drejtat e njeriut, historia e vendit tonë, e popullit tonë, kam studiu për juridik, edhe në Prishtinë kam studiu frëngjisht, kam fillu shumë vonë, edhe paralelisht, domethënë kur ishim me korrespondent. Po edhe fakti që në ato rrethe që se si shkrimtare e re, ma shumë si rrethet letrare, rilindja, gazetar, fillon situata në Kosovë, gazetare, edhe pse rrugtimi im është pak jashtëzakonshëm për shkak të rrethanave edhe fakt. Po gjuha që kom ditë edhe kështu, do me thonë jam një që kjo rrugë pak mu ka trasu, edhe po gjithmonë do me thonë, edhe nuk është të thonë që ndoshta nismi ta bëjmë këtë, gjë se do të bëjmë diçka tjetër. Duhet të shpeshoj që të rritë ma shumë po eksperimentojnë, ma pak të frikshëm, do shta dhe mundësi ndryshe për i ofrohen. Kështu do t'ishte bëj atë që do, lej pak rasit, lej pak më letë rjedhin gjanat, normal tash duhet punosh, se dush edhe tjetosh, se askush prej ajrit dhe prej që thojnë frëngjisht të jetosh prej ajrit e prej dashurisë, okej, shumë bukur, po pastaj, çka do të hajnë për darkë? Në funditës. Qa hajnë për darkë, kështu që s'mjafton ajo. Barku bosh, arsye nuk e një. Ja, barku bosh, edhe koka bosh, edhe ku gjosun, asun shkruun, asun përkthen, asun menon. Për këtë arsye, ti ma shumë na duhesh, neve anis se je Preshevës, po ma shumë na duhesh me qenë në Prishtinë, aty ku je, edhe ma shumë i duhesh Prishtinës, aty ku je, me ato çka bën, na jemi shumë krenarë që të kemi pjesë tonën, edhe ndihesh si pjesë e jonja, dhe na ndihemi si pjesë e juvja, se ju na boni me undi ashtu, edhe po mendoj që po na i kemi konvertu burat për kosovarve, ja kemi prun ljuginë edhe ja kemi bo atë ritualin e dhondrit Preshevës se këto kështu. I kemi ato duhet një kalu, s'mun pa ato, s'mun, nuk mund, ato janë pjesë, ato pjesë janë edhe e marrëveshjes, nuk mund me i kalu ato pa. Një farë kontrate, shoqërore. Po. Se nuk mund me ditën e dhaj kur thoje që jam dhondër i Preshevës, s'din çka me tregu, kështu që një që ka kalu ato procedura. Në limonën po të falenderoj shumë që i ke gjetë këtë kohë, këtë hapësirë me qenë pjesë e podcastit ton, edhe me na nderu si mysafir. Po dhe po. Edhe me ndi vetën shumë lirë në këtë rrëfim që bashkë bisedum. Faleminderit juve që më keni ftu, jam ndi vërtet shumë mirë me mesin t'ju, edhe gjithë këta shkrenar, s'bën me qenë krenar se ndonjëherë i shgënjen njerëz, po unë ndiva shumë mirë që vërtet mas pare edhe me kësaj iniciative që po merren, do të thonë nga që keni marrë ju, që t'i bëni këto podcastet, edhe t'i njoftojnë të tjerë, të diaspora sigurisht, por edhe për njerëz të
te juve, njerëzit tonë që jemi pak të shpërndam gjithandej. Faleminderit shumë. Kjo është një mesazh shumë i mirë, edhe për neve një motiv që sezonin ardhshëm me qenë edhe më të përgatitur edhe më të kujdesshëm krahasu me tash. Kështu që edhe një faleminderit shumë. I falenderoj krejt ata që po na ndjekin, krejt ata që po na përcjellin, krejt ata që janë aktiv, edhe ata që e kanë mbështet, qoftë në mënyrë simbolike, donatorët që na kanë mundësu me realizu këto, edhe gjithë ekipin veç e vetë se cili që ka ndihmu me u realizu me këtë sukses sezoni i parë, po edhe pashtrikën që gjithmonë kemi pas krah gjatë, edhe krejt ata mysafirët se secili ka qenë për nesh një margaritar në veti, kështu që në këtë rast edhe një margaritar siç është Nerimani e kemi planifikuar që me mbyll këtë sezon për me vazhdu sezonin ardhshëm. Kështu që miru takofshim.